Ka përfunduar etapa e 4 të edicionit të 83 të rrethit ciklistik të Shqipërisë. Me një itinerar prej 153 kilometrash, gara nisi nga Vlora në drejtim të tunelit të Llogoras, për të vijuar më pas me Himarën, Çeparon, Kuçin e duke u rikthyer sërish në Vlorë. Etapa ishte mjaft emocionuese dhe shumë e luftuar nga ciklistët pjesëmarrës. Pas rreth 4 orësh gari, i pari në finish mbërriti ciklisti holandez Nils Rittmeyer, i cili la pas grekun Burgas, ndërsa vendi i tretë u rendit nga një tjetër holandez, Schuren. Pas garës vetë fituesi i saj u shpreh kënaqur jo vetëm për triumfin në këtë etapë, por edhe për faktin se i tashmë kryeson renditjen e përgjithshme të rrethit ciklistik. Yeah, it was a difficult stage. The first climb was kind of okay, not really hard. And then the second one was really steep, so I dropped out the first group, and then like the headwind part, 65 kilometers, I came back to the first group, and then in the last 5 kilometers I go solo and I ride to the finish. Yes, last year also, but then I can take the victory home, so I hope tomorrow I can take it home. Ndërkohë në podium trofeu i fituesit ju dorëzuar nga presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Anxhaku, i pranishëm ishte po ashtu edhe ish ciklisti vlonjat Besmir Banushi. Ndërshmërinë, kuptim karakterit kuroror, për dinjitetin që keni, për mikpritje që na keni bërë. Më vjen keq për Bashkinë e Vlorës, sinqerisht për gjithë të lloj aktivitetit madh, që duhet ishte pak më angazhuar për arsye se ne kemi gjitha bashkitë që kemi shkelur trojt, partner. Megjithatë këtu në tribunë kam një mikun tim të madh, quhet Prelat Xhaka, që në atë kohë ekipi flamurtarit ishte i shkrirë. Arriti bëri shumë sportista dhe një me emrin më të madh është Besmir Banushi dhe ftoi të vijë këtu në skenë. Është një kënaqësi e madhe kur takohesh me ish presidentin i cili më ka arritur që fëmijë kur kam filluar sportin isha shumë i vogël dhe unë e falenderoj publikisht se më ka mbështetur shumë në atë periudhë. Ka qenë një periudhë shumë që ngelet në memorien time gjithë jetën. Gjithashtu dhe zoti president Skënder Anxhaku, i cili më ka mbështetur gjithë kohën. Ciklizmi është një sport shumë i vështirë, ka problematikat e veta, do bazë materiale, do të ndjerësh çdo ditë në rrugë. Breziku dihet që është shumë i madh. Megjithatë, pasioni nuk na lë. Edhe vazhdojmë të jemi gjithkohon me këtë pasion si në ditët e para. Të premten do të zhvillohet etapa e fundit me nisje nga Vlora, në vijim drejt Lushnjës dhe kthimi në Fier, aty ku edhe do të jetë edhe finishi i madh i këtij edicioni.